Predikuesi ta thotë hapurazi. 12 vargje 13-14, tërësia e njeriut, në fund të fundit thotë, në këtë rast siç e thonë anglisht që the line is drawn, domethënë është gjithçka është thënë, është bërë, është vënë ajo via në këtë rast. Mbaroi thotë çdo gjë. Çfarë është tërësia e njeriut? Që të kemi frikë nga ati Jahve, dhe ta citovi në fjalë të urta 2, cila është për kufizimi bibliki, çfarë kemi nder dhe frikën ndaj atit. Që të zbatojmë thot urdhrimet e tia, sepse ati do gjykojë çdo gjë të mirë apo të keqe, çdo gjë të fshehur në atë ditë me anë të birit të tia. Por do ta njohim atë birin e tia, sepse nuk kemi njohur birin e Jahve që ka dhënë urtësinë që neve të shpëtohemi nëpërmjet tia, dhe jo me anë të veprave tona për të hyrë në beslidhje, sepse ai ishte konteksti Galatasve dhe çdo ligësi që sillnin njerëz që nuk kishin pranuar Mesian Jashuan dhe futnin masandaj një lajm të rrejmë duke sjellë urdhërimet për të hyrë në beslidhje. Çfarë po bëjnë sektet e ndryshme të 300-400-s me këshillat e tyre që kanë fuqizuar demonët? Çfarë bën? Dhe njëjtën strukturë me anë të veprave. Veprat tregojnë besimin tonë. Veprat nuk janë një strukturë për të hyrë në beslidhje, sepse ndryshe masandaj kryqi në këtë rast ka rënë. Fuqia e kryqit, çfarë thoshte Galatasve, prap në Galatasve 5 mos gaboj. Kur unë thot predikoj dhe urdhrime dhe rreth prerin që thoshte apostulli Shaul, përse po pëndiqen thot atëre skandali i kryqit të radh thot, sepse ju gjetët strukturën tuaj për të hyrë dhe për të shpëtuar dhe masandaj do ringjalleni nga mësues të rremë, tha, nga vëllezër të rremë që hyn tinës, tha, nga ata do fuqizoheni, do ringjalleni thot në atë ditë. Ka një balancë të lajmit të mirë të mbretërisë, vëlla motër shqiptar. Nuk mund ta fitonim neve. Efesianët 2 flet hapurazi, Pietri flet hapurazi, e para e Pietrit 2:24, Isaia 53 që ai citoi flet hapurazi. Që ne nuk mund ta merrim atë dashurinë e tij sepse ishim rebel. Njeriu është rebel ndaj ligjit të përsosur të Atit, si natyrë të trashëguar nga Adami. Por mund të gjejmë administrimin dhe fuqinë dhe kapacitetin në zemrën tonë me anë të vullnetit të lirë që na ka dhënë Ati për të shkuar me zemrën tonë për t'i thënë që pas kam shkelur ligjin tënd, mëkatuar. Të lutem më fal për shkeljet e ligjit. Do pagzohem në ujë për të deklaruar që unë tani do t'i nderoj urdhrimet e atij ligjit. Për lavdit emrit tënd dhe do t'i nënshtrohem kujt? Mësimit, emrit, autoritetit të Mesias Jashuas që ai ka thënë dhe unë kështu do marr dhuratën e frymës së shenjtë.